Një porosi e bukur për ju. Ti e di mirë se nuk je i përjetshëm. Dhe po aq mirë e di se ky udhtimi yt e ka një fund. Prandaj shiko se si ka nisur ky udhtim dhe si do të përfundoj. Të duket normale që ke ardhur si një pikë uji dhe do të përfundosh një grusht dhe ke ardhur dhe do të ikësh dhe askush nuk të ka marrë leje për asnjërin nga këto. Nëse ti nuk ja bën vetes pyetjen, kush më solli dhe pse, dhe nuk kërkon autorin e kësaj vepre të mrekullueshme, universit dhe vetes tënde, atëherë ti nuk do të kesh asnjë justifikim nesër, kur krijuesi i tyre të ringjall për të marrë në llogari, duke të kthyer edhe një herë ashtu siç të nisi nga hiçi. Edhe sa ku do të vazhdosh të kalosh përpara mrekullive dhe ti konsiderosh ato normale. Edhe sa do të vazhdosh me përpjekjet e tua për t'i mbushur mendjen vetes duke i thënë, unë si jam asgjë tjetër, vetë një aksident. Sa aksidente ke parë në jetën tënde? A ka ardhur ndonjë gjë e mirë prej tyre? Po ajo që është më mrekullueshme se këto aksidente, vetë jeta, si mund të ishte rezultati një aksidenti? Ajo është aq e komplikuar sa akoma shkencëtarët nuk i japin dot një përkufizim të qëndrueshëm. Përse kur të thuhet se kompjuterin, celularin që ke përpara, e ka krijuar një njeri që ti e beson, dhe kur të thuhet se këtë univers e ka krijuar Zoti nuk e beson, përse për prodhuesin e kompjuterit nuk thua, dua ta shoh që ta besoj, ndërsa për Zotin e botëve kërkon ta shohësh që ta besosh. Ta shohësh? Me çfarë? Me cilët sy? Ata që nuk shohin dot diellin për më shumë se 2 minuta se përndryshe verbohen, krijesa që ishte një pikë uji dhe do të bëhet një grusht dhe kërkon të shoh krijuesin e qiejve dhe të tokës. E kush je ti që të meritosh këtë privilegj? Mali i lartë nuk qëndroi dot në këmbë përpara Zotit. Si mund të qëndrosh ti? Mos po e vlerëson më shumë se ç'duhet veten tënde. Një porosi kam për ty. Shikoje mirë këtë çështje që po e merr si lojë, në të po luhet fati yt. Kthehu tek ai që i kthehesh kur je në vështirësi. Kthehu tek ai përpara se të kthehesh tek ai. Kthehu tani, sepse ti je bindur me aq sa ke parë deri më sot, se mund të largohesh papritmas, befas nga kjo lojë që ti po luan. Zoti yt nuk të krijoi për lojë. Të krijoi që të adhurosh dhe ti bindesh atij. Nëse i kthehesh sa je në këtë jetë, në atë të rikthimi do të kthehesh tek ai me kokën lart. Si robi që ka kryer të gjitha porositë që i ka dhënë zotëria e tij dhe nuk pret gjë tjetër veç se shpërblimin e tij. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë pamjen tjetër ti nuk do të doje as ta imagjinoje. Ai që të kërcënon është vetë krijuesi i qiejve dhe i tokës. Nuk di sa i fortë jeta përballor zemrimin e tij. Theu te krijuesi yt dhe boll qëndrove indiferent ndaj vetes tënde. Zgjohu përpara se të vdesësh dhe të shohësh të vërtetën e qartë siç e ka përshkruar Zoti yt në Kur'an. Lexoje librin e tij. Ai është mesazh nga Zoti për robërit e tij. Në të gjendet shpëtimi yt. Në të kundërt, nesër do të kërkosh të kthehesh dhe do të dëshiroje të ishe për musliman, i dorëzuar ndaj krijuesit tënd, por nuk ka më kthim mbrapa. Kthehu tani sa nuk është të vonë, e nesërmja për ty mund të mos ekzistojë. Dhe sigurisht që do të vijë një ditë kur ti nuk do të jesh më, por sot do të dhënë mundësia e ardhë. Pra mbjellë këtë arë sot që të gjesh grur nesër, e nëse mbjell gjëmba dhe shkure, ato do të gjesh.